Njëzet roje të varrit të Enver Hoxhës përfunduan në psikiatri. Dëgjonim zhurma, ulërima, britma. Ditën e shenjtërimit të Nën Terezës, disa media angleze rikthyen në vëmendje kritikat që i bëheshin në asaj, sidomos nga britaniku Christopher Hitchens. Mes këtyre kritikave është se ajo ka mbështetur regjime totalitare, duke theksuar vizitën tek varri i Enver Hoxhës. Por si është e vërteta e kësaj vizite? Prifti, që ka përgatitur rastin e shenjtërimit të Nën Terezës, thotë se ajo është dërguar tek varri pa e ditur, pasi kështu ishte protokolli asaj kohe. Por një faqe e lajmeve katolike në internet ka një tjetër teori. Alessandra Nuci, nga Catholic World Report, shkruan se shkrimtari shqiptar Marcel Hilla ka rrëfyer historinë e patreguar më parë të vizitës së Nën Terezës. Gjithçka nis në shtator të vitit 1985, kur Hilla ishte ushtari i parë matosur në regjimin komunist. Grada më e fundit në ushtrinë shqiptare, aty ku vendoseshin ata që konsideroheshin të rrezikshëm për regjimin komunist. Enver Hoxha kishte vdekur dhe një ditë në repartin e tyre mbërrin një ushtar i ri, i ulur në pozitë. Ai kishte shërbyer më parë në Gardën e Republikës. Ne kishim frikë se ai ishte spiun, thot Hilla. Megjithatë, një ditë ushtari i ardhur nga Garda e Republikës i rrëfeu arsyen e vërtetë, pse e kishin ulur në grad. Ne ruanim varrin e Enverit. Nuk e ke iden se si është aty natën. Dëgjon zhurma, ulërima, britma, toka dridhet poshtë këmbëve të tua, duket sikur rrënkimet vijnë nga humnera. Është një torturë. Mbi 20 njerëz nga njësia jon kanë përfunduar në psikiatri. Duke ardhur këtu, unë shpëtova nga e gjitha kjo. Sigurisht punoj më shumë, por të paktën nuk e dëgjoja të ferr, ka thënë ai. 4 vite më vonë, në gusht të vitit 1989, Nën Tereza, e shoqëruar nga vejusha e diktatorit, mbërriti tek varri i Enverit. 4 vite më vonë, në vitin 1993, Hilla thotë se ka dëgjuar më shumë për këtë histori nga Dom Lush Gjergji, një prift nga Kosova që shoqëroi Nën Terezën gjatë udhëtimit në Shqipëri. Ai thotë se Nën Tereza ishte ftuar nga Nexhmia, e cila shpresonte se ndërmjetësimi i saj mund të zhdukte dukuritë mbinatyrshme që kishin pllakosur varrin e të shoqit. Pasi mbërriti tek varri i Hoxhës, Nën Tereza u lut për sa kohë. Më pas, ajo u lejua të vizitonte varrin e nënës dhe motrës së saj që kishin vdekur në vitin 1971, por ajo nuk ishte lejuar t'i shikonte. A morën përgjigje lutjet e Nën Terezës? A u zhduk fenomeni i tmerrshëm në varrin e diktatorit? Duket se po. Hilla thot se prej asaj kohe gjithçka ka qenë e qetë aty.